koha do t'rregoj se kush do fitoj. Do fitoj Edi Rama, duke kapur totalisht drejtësinë, duke ndaluar, duke frenuar këto zhvillimet e luftës kundër pandëshkueshmërisë, apo do fitoj drejtësia duke nxjerr Ramën para drejtësisë. Nuk mund të ketë dy fitues. Dhe kjo do ndodhte, e kam thënë, pas zgjedhjeve, dhe kjo filloi të ndodh para se të dilte rezultati i zgjedhjeve. Ne këtë duhet të shohim. Çfarë kam thënë dhe çfarë kam thënë gjatë fushatës elektorale, kam thënë diçka që na ndante nga të gjitha forcat e tjera politike. Ishte pikërisht kjo. Kur votat e Partisë Mundësia nuk do të shkonin kundër SPAK-ut, do ishin në mbështetje të drejtësisë. Dhe kjo do jetë përplasje e madhe, dhe kjo do jetë një nga luftat dhe betejat më të rëndësishme që ne do bëjmë në parlament. Qartë, ju keni 2 vota në parlament. 83 ka Edi Rama, 84, ai mund të bëjë ndryshimin me një vot të cilësuar sepse supozojmë që dhe 3 votat e një force tjetër politike mund t'i ketë së bashku, por mund të ketë nevojë edhe për vota për ndryshime kushtetuese e tjerë. Votat tuaja ka ndonjë moment që mund bashkojnë me Edi Ramën dhe në çfarë sfondi mund? Votat tona nuk kanë për të bashkuar kur me Edi Ramën. Për çfarë do lloj çështje? E qartë. Kur? Kur? Kur mos thuaj kur, thonë? Thonë po në këtë rast edhe mund ta themi. Një fituar me 83 vota, në fakt. Mendoni që mund të jetë rrezik për Edi Ramën apo është komoditet në këtë mandat? Është rrezik në ç'kuptim? Është rrezik për Shqipërinë më shumë se për Edi Ramën? Jo, që mund t'i rrezikoj pushtet, se ka shumë pushtet, apo mendon që jo, i jep një komoditet për 4 vite? Unë mendoj që rreziku më i madh për Edi Ramën është drejtësia. Kjo drejtësi që është e kërcënuar, Dumandit i mbaron mandatin, ne nuk e dim kush do vinë kryet SPAK-ut. Atëherë unë po flas për drejtësinë. Nuk po flas për Dumanin, nuk po flas për SPAK-un, unë po flas për drejtësinë. Nëse në Shqipëri do kemi një drejtësi të pavarur, ky është rreziku më i madh për Edi Ramën. Dhe Edi Rama për këtë i ka kërkuar, prandaj bëri gjithçka për fituar zgjedhjet, prandaj i kërkoi votën qytetarëve shqiptar. Dhe kjo do jetë betejë e Edi Ramës në 4 vitet e ardhshme. I harrojmë broçkullat e jo pasaporta europiane. Ka një betejë Edi Rama. Beteja e Edi Ramës është kundër drejtësisë, për të kapur drejtësinë dhe për të shpërtuar veten e vet, sepse nuk ka njeri në Shqipëri që nuk e di që ashtu si Erion Veliaj ishte në krye të çdo gjë, çdo korrupsioni dhe çdo afere që ka ndodhur në Bashkinë e Tiranës, ashtu dhe Edi Rama është në krye të çdo skandali, afere korruptive që ka ndodhur në Shqipëri dhe ka përfshirë antarët e qeverisë në këto 12 vjet. E kuptoj. Berisha, thot janë zgjedhje të grabitura, si e shihni pozicionet, si e shihni qëndrimin e Partisë Demokratike në përgjithësi? S'ka dyshim që këto kanë qenë zgjedhje të pabarabarta. Ne kemi garuar në kushtet pabarabarta, siç e thash, nuk ka absolutisht asnjë dyshim këtë gjë. Por ndërkohë që ne duhet të vazhdojmë të protestojmë, të flasim, të denoncojmë gjitha manipulimet që kanë ndodhur, jo vetëm gjatë fushatës elektorale, se problemi i zgjedhjeve në Shqipëri dhe ajo që unë kam thënë prej kohësh që në Shqipëri de facto Rama ka bërë çmos që rotacioni të jetë pothuajse i pamundur dhe më kanë sulmuar për këtë, duke më thënë agron po si futesh ti në një palë zgjedhje duke thënë që është e pamundur. Kur kërkon rotacion. Jo, kur thuaj që është e pamundur, por unë i qëndroj kësaj. Unë jam i bindur që Edi Rama pas 12 vitesh pushtet ka kapur çdo lloj pushteti dhe hapësirat për të mundësuar rotacionin politik janë shumë të vogla, janë vërtet shumë të vogla. Dhe në këto kushte kaq të vështira, opozita ka dy detyra, le të themi. E para është të denoncoj vazhdimisht këtë qeveri dhe këtë pushtet që janë më shumë një shteti autokrat se sa një shteti demokratik, por nga ana tjetër duhet të bëj kontrast.